إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tash me lehen Allahut Azza wa Jall do ta mësojmë një shenjë tjetër, shenjën e tenwinit. Na kemi mësu zanoren fetha, po. Kemi thonë se zanora fetha një vi e pjert, e drejt, mbi germ. Kur t'jen, atër bot e. Kësa një thënë tenwin feth, sepse është me fetha, po. Tenwini feth është dyfishim i zanores. I zanores fetha. Pra, zanoret e shkurtra mund të dyfishohen. E kur dyfishohen, qysh letëzohet që e dyfishim, që ki tenwin, qysh letëzohet mbi germ, i shtohet vetëm se një nun. Vetëm se një nun. Prej e, për shumë beja, nëse është tash me fetha, a letëzohet be. Tash nëse e vendosim një tenwin, do të thonë dy fetha, fethaten, ben. Atëre bot ben. Veç nun i shtohet. Ndërsa tek shkronjat e forta, tek germat e forta, bëhet çka? A kemi aty a, po, kha. A kemi për shembull khajen me fetha, bëhet kha, nuk bëhet kha, po. Sepse është prej shkronjave të forta. Kur ti vendosim tenwinin, çfarë lexojmë? An. Do të thonë khan. Do veç një nun e vendosim. Edhe këtu tash. Tash po i lexojmë disa shembuj. Çu lexohet kjo? Tash. Ahadan. Ahadan. Po. Den, jo dan, për shembull, pse jo dan? Sepse është prej germave të buta. Ahadan, që tenwini, dy fetha i ki këtu, shef? Kjo është tenwin, quhet tenwin. Tenwin feth. Ahadan. Tjetra? Ajalan. Ajalan. Mirë, vazhdojmë me shembull tjetër. Kjo? Amadan. Amadan. Po. Edhe ju të nderuar që jeni, lexoni edhe ju shembujt. Merrni pjesë në këto ushtrime. Shumë është me rëndësi me marr edhe ju pjesë aktiv në këto ushtrime. Kjo? Waladan. Waladan. Kjo? Rahakan. Rahaqan. Mirë. Raja me fetha, ra, e rond, e fort, ra. Po. He është me fetha, është prej shkronjave të buta, po. Raha, që raha, a shef? Qan. Rahaqan. Po. Rahaqan. Kjo e fort prap. Rahaqan. Rahaqan. Kjo? Hakaman. 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 Sepse është për shkronjave të forta. Hakaman. Hakaman. Qadaran. Qadaran. Jo qadaran, po qadaran. Qadaran. Qadaran, pra. Sepse është për shkronjave të forta, po. Mos birë në kurth. Kjo? Alanan. Alanan. Kjo? Hasanan. Hasanan. Samadan. Samadan, mirë. Sajen mirë shqiptoje, samadan. Samadan. Edhe ju të nderuar, kujdes mos e thoni samadan. Se ka bëmë është samadan, me thonë. Samadan. Hisaban. Hisaban. Kitaban. Po. Kitaban, po. Ja. E qysh? Kitaban. Qashto. Kitaban. Pse jo e fort? Sepse është kë e but, edhe të e but. Jo, kjo me tash kënë, s'kena shumë lidhje. Me te, po arza, unë që thash fillim, kitaben, apo? Pse jo kitaben, e pse kitaben? Sepse te është e but. E but, po. Po, kitaben. Këtu e vrejt e mirë.
Allah shpërbleft. Wifaqan, apo? Wifaqan, apo? Ja. Wifaqan. Wifaqan. Sepse është të dallimet duhet me pas shumë kujdes. Është dikush mund të thot, po, se është i rëndë, po. Se dikush mund të thot wifaqan, se koncentrohet është te kjo kafi, të me bë të rëndë, të me bë të fortë, me bë atë fort. Atëre e bën edhe këtë përpara. Wifaqan. Jo është wifaqan. Wifaqan. Qashtu. Këtu? Shumë mirë Rasmeral, bravo. Këtu? Dihaqan. Dihaqan. Shumë mirë. Këtu? Khitaban. Khitaban. Shumë mirë. Qysh lexohet kjo? Hasiban. Hasiban, se kjo viza vertikale këtu poshtë, do thonë me je rolin e kesrës, prandaj bëhet me bashkë me je i e zgjatur. Po. Zanore e gjatë. Po. Hasiban. Hasiban. Hakiman, apo? Ja. Jo, pse jo? Hakiman. Sepse është me e letë. Po. Hakiman. Po. Hakiman. 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 Këto detaje janë të vogla, mi duhet të kemi kujdes. Hakiman. Këto? Keriman. Keriman. Reja e bu, do më thonë këto është. Se është me kesra. Keriman. Zanore gjatë këto. Keriman. Këto? Azizan. Azizan. Po. Bravo. Këto? Aliman. Aliman. Bravo. Aliman. Këto? Gharqan. 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 Bravo. Kjo? Sabqan. Sabqan. Mirë. Kjo? Nashtan. Nashtan. Ajo nashtana? Nashtan, sepse nuk është te, është ta. Po. Me ta me thonë, nashtana, nuk bën me thonë nashtana? Nuk e di, po. Jo, nuk bën. Nuk bën sepse është. Nuk bën sepse është ta, që që ceket e ta është shkruajtja e fortë, prandaj nashtan. Nashtan, po. Jo? Sabhan. 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 Nuk ka pikë. Po. Sabhan. Sabhan. Lexoj tash këtë shembull. Amran. Amran, mirë. Këtu? Azwajan. Azwajan. Bravo. Azwajan. Azwajan. Kjo? Alfafan. Alfafan. Mirë. Kjo? Afwajan. Afwajan. Kjo? Që e mirë. Anbuaban. Jo, se kjo është cila shumë është kjo? Cila gja? Abwaban. Abwaban. Po. Kjo? Atraban. Atraban. Mirë, nëse kjo fjalë, për shembull, vjen para pikës, para përfundimit, apo? Atëherë lexohet a e gjatë, vetëm se a e gjatë. Do thonë, përfundon në zanore të gjatë. Atraba. 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 Po. Këtu për shumë sabqa. Hakima. Po. Në qartë. Aliman hakima. Vetëm se në zanore të gjatë përfundon. Kur ndalesh. A nëse lezon kështu në fjali, do thonë pandales, nëse lezon fjali pandales, atëherë e lezon normal këtë
tenwinin. Ky është pra tenwini fath që e mësum, en, të shkruan të gjermat e forta an, dhe herën e ardhshme me lena Allahu Azza wa Jall do të mësojmë tenwinin kasr. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح